Ebu Musa al-Ash'ari ishte një nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në kohën e tij thuhet që ka qenë një nga sahabët i cili ka qenë i devotshëm, është njohur nga devotshmëria e tij. Para se me vdek ky sahabi, punët e tij, veprat e tij i shton shumë më shumë para vdekjes. Njerëzit i thonë: o Ebu Musa al-Ash'ari, jetu vdek, ti po i shton tash adhurimet, andaj paksoj pak për shkak trupit të cilët nuk mundet ndoshta ti përballon. Edhe ky Ebu Musa, shoku i pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot: a e keni po ata të cilët garojnë me kuajt e veta? Kur e shohin vijën e kuqe, i zgjidhin ato kuajt, edhe ata kuajt, edhe ata njerëz krejt mundin kuvetin çka e kanë, e japim vetëm se me shku edhe me e kalu atë vijën e kuqe. Ato këtë mundin çka e kanë, e japin me mishë me shpirt, i zgjidhin ata kërpeshat, edhe vetëm e vetëm shkojnë ta mrin atë vijën e kuqe, ta e kalon, kush do të shkon i parë e kështu me radhë. E thot: mua vdekja është e marrë, edhe unë kam qef që fundi jem tete me vepra të mira. Çka po du me thonë me këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wassalam, të këtij sahabiut i cili po na kallzon këtë ngjarje? Po du me thonë, vëllezër apo xhamat të pranishëm, se finalja është afru. Njeriu duhet të jepë mund kësaj finales, se jemi duke pa atë vijën, jemi duke pa se po përfundon ky muaj i bekuar i Ramazanit. Allahu xhalleshanu në fillim neve na ka thonë se do të jetë ejamen ma'dudat, disa ditë me ne, dhe ngadal po don me ik ky Ramazan, ka ardhur fundi, jemi në 10 e fundit të Ramazanit, edhe pse na kanë mbetë neve 9 ditë apo 9 net. Arabët kur e përmendin 10 e kanë për qëllim edhe 9 edhe 10. Edhe pse ne ndoshta s'kemi 30 nat, i kemi 9 nat, ama këto nat duhet të shfrytëzon njeriu, mos ta kaplon plagështia, mos ta kaplon lodhja, se ndoshta jemi lodh këto 20 ditët e para. Por tash është finalja. Ta dini se ai cili hin në finale, nuk është se kësa ato gara të cilët nëse nuk vjen të vija e kuqe, të peni kuq edhe hub. Të Allahu xhalleshanu njeriu i cili hin këto netët e mdhoja, pa dyshim se fundin Allahu xhalleshanu do ta shpërblen. Nëse ne vim çdo natë edhe falmi namaz, bëjmë dua, ta dini vallahi dhe billahi keni me gjetë natën e Kadrit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Aisha radiallahu anha, kur vinte 10 i fundit i Ramazanit, e shtrëngonte rrypin e vet, ka ishin këtë kohë, njeriu kur e shtrëngon rrypin, nuk e shtrëngon për me ra me flet, për me shku me lujt jashtë apo me çu kohën bosh, po e shtrëngon për një punë shumë të madhe. Edhe njeriu kur i vesh pantallonat, i vesh për me shkue në xhami, për me ezan natën e Kadrit, e pejgamberi alayhi salatu wassalam thot Aisha, e shtrëngonte 10 natët e fundit atë rrypin, e gjallronte natën, edhe bile shkonte te Aliu dhe te Fatimia dhe ju thonte: ela tusallijani, a nuk qoheni me fal namaz? I urdhronte edhe familjarët, nipat, dhondrin e vetëm ta gjallronte këto netët të cilët neve na kanë ngel. Për shkak se në këto netët është një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj, jo sa 1000 muaj,
Jo sa 83 vite e 4 muaj, apo 84 vite, po ma mirë se sa me t'i dhonë 84 vite. Ma mirë është se sa me t'a dhonë një jetë plus, se njeriu jeton 60-70 vite, për atyre 60-70 vite, 15 vite ka qenë bilik, një 20-30 vite në gjumë, jo punë, jo aset, andaj ndoshta shumë pak kemi të Allahu Gjelleshanu mrena këtyre jetës. Ama nëse njeriu e zen natën e kadrit, duke fal namaz, e duke bo dua, e duke lexu Kur'an, e duke dhon sadaka, e thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, është më mirë se sa me ta dhon një jetë 84 vite. Për këtë shkak, njeriu i cili vjen në xhami, nëse njeriu vjen dhe shkon falet këto 9 netët të cilët në kanë ngel, vallahi dhe billahi ka me gjetë natën e kadrit. Gjematë pranishëm. Gjenneti, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, ala inna sil'at Allahil ghaliya, ala inna sil'at Allahil janna. Malli i Allahut është shumë i shtrenjtë. Malli i Allahut është xhennet. E xhennet, për me hinë xhennet duhet punë. Bima sabertum, duhet me bo sabër. Bima kuntum ta'melun, me vepra hinë në xhennet. Nuk hijet në xhennet me llaf e muhabet. Në xhennet hijet me vepra, duke bo sabër, duke fal namaz, duke lexu Kur'an, duke dhon sadaka, e duke bo vepra të mira, që mi kalu këto netët të cilat na kanë bek, duke lutë Allahun Gjelleshanu që Allahu agjërimet tona, Allahu kabul dhe makbul të na bën. E lusim Allahun Gjelleshanu që të arrijmë natën e kadrit. E lusim Allahun subhanahu wa taala gjunoat, mëkatet e tona, ata të cilët i dim dhe ata të cilët nuk i dim, Allahu maghfirat na ban, Jannatul Firdaus nasib të na ban. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.